Për atë lavdrata më e madhe, epiteti më i lartë që Allahu Azza wa Jall e ka përmendur në Kur'an dhe ka thirrë pejgamberin Allahut me atë epitet që më shumë ti pejgamberi Allahut e ka dashur. Ka thonë Allahu në Kur'an: Subhanalladhi asra bi abdi. Lartësuar qoftë Allahu, patmeta qoftë Allahu, ai i cili e ka bërë robin e vet prej një qytetin tjetër për një pjesë të kohës së natës. E dini ku është sekreti? Pse udhimi ka qenë gjatë natës edhe në një kohë të shkurtë? Për shkak se mos i shkojnë ndërmend dikujt se Sulejmani e ka pas një mrekulli dhe pejgamberi Allahut a privu nga kjo mrekulli. Sulejmani e ka pas mrekulli me udhëtu me erë, a pejgamberi Allahut ka udhëtu më shpejt se era. Si ta kuptojsh që thot Imam Shafiu edhe Imam Suyutiu që Allahu Azza wa Jall nuk e ka nderu një pejgamber me një mrekulli, vetëm se pejgamberin Allahut e ka nderu me mrekulli të ngjajshme apo më mahnitse se ai pejgamber që e ka posedu. Isa a.s. i ka ngjallë të vdekurit me emrin Allahut. Njeri ka vdek me emrin Allahut, mrekulli për Isa'in e ka ngjallë. Pejgamberi Allahut shumë mrekullin e ka pas pa mahnitse. Jo një, po shumë mrekulli të ngjajshme edhe më mahnitse. Transmetohet nga Xhabiri, nëse s'jam gabim, thot pejgamberi Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hante bukë, e ndëgjojshmi kafshatat e tij duke bërë tasbih Allahun. Në transmetohet se delja kur u elmu shpatlla e delës, sa që zakonshme delja me fol. Nuk është e zakonshme delja me logjiku. Jo që Allahu Azza wa Jall mrekulli për pejgamberin Allahut e ka ringjall delën, si Isai që e ka ringjall të vdekurit. Po vetëm shpatlla ka fol. Një pjesë e delës që s'është e zakonshme as me logjiku, as me fol. Pejgamberi Allahut i ka fol. I ka thonë, jam e elmu. Kujtje ka po Allahu këtë nderë për vetë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse Musait ja ka dhënë shkopin mira, racës e gurit, dhe me dalë burime nga racës e gurit, dhe ne kuptojmë se nga gurit dalin lumej, burime, ama nuk është e zakonshme me dalë uj nga majt e gishtit. Pejgamberi Allahut e ka shtit dorën, nen a mushën ena me uj. Burimet kanë dalë nga majt e gishtit pejgamberit Allahut. Pse të përmeni këto? Që ta kuptojmë se ne në të folë për një njeri shumë të madhë. Që transmeton Imam Bazari, i cili thot, pejgamberi Allahut kur ka hipër në Borak, kur ka pru Borakin në Mekke, për me udhëtu natën e Isras, Boraki ka lëviz si kafsh. I ka thonë Gjibrili a.s. ja Borak, po lëviz, a e din se shpinën tonë nuk ka hip deri sot njeri më i ndershëm te Allahu se ki. Boraku prej turpit dhe prej marrës tot agjerësit deri sa ka kullu. As Ibrahim, as Nuh. Gjithë pejgamberët që kanë udhëtu, Ibrahimi udhëton dhe me Borak. Nuk kanë gëzu këtë autoritet dhe vlerë si Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra pse ne mësojmë, pse duhem të njemi me të dashurin tonë, për çka se ki ka vlerë shumë të Allahu Azza wa Jall, që na ka obliguar gjithashtu Islami që ne të njihmu me pejgamberin Allahut. Çfarë të njohemi nga ai? Që njihmu me periardhjen e pejgamberit Allahut. Që ta kuptojnë se periardhjen më fisnike e ka pas pejgamberi Allahut. Të njihmu me datlindjen e pejgamberit Allahut, me lindjen e pejgamberit Allahut dhe mrekullitë që kanë ndodhur gjatë lindjes, po para lindjes, dhe derisa arshëm inshallah do titullohet me këtë.
3 ndodhi të çuditshme para lindjes pejgamberit Allah. Nuk ka ndodhur në histori kur këtë mrekulli siç ka ndodhur para lindjes pejgamberit Allah. 3 mrekulli. Nuk janë gjë të zakonshme të ndodhin, ama ka ndodhur për shkak se Allahu Azza wa Jall e ka nderuar pejgamberin Allahut para se me lind. Pra të njihmu me lindjen e pejgamberit Allahut dhe me ngrimin e tij, njihmu me 23 viteve pejgamberllëkut të tij dhe mesazhet që i ka përcjellë pejgamberi Allahut.